Komunikimi dhe autokomunikimi, po s'ka sens, nuk do kishte logjik, domethënë, ta shikonim në këtë qasje. Kryetari i Partisë Demokratike ka një problem të non gratës, dakord? Për aq kohë sa non grata është në fuqi, sigurisht që komunikimi, të paktën kjo komunikimi publik, diplomacia publike, mungon. Këtë mungesë të komunikimit. Nuk besoj se non grata e ndalon që një zyrtar amerikan vjen në Shqipëri të takojë përfaqësues të Partisë Demokratike. Nuk besoj se kjo. Këtu du ta bëj dallimin. Dhe pjesa e komunikimit publik, s'po flas privat, publik. Kur them privat, jo si individ privat, po e pa shpallur. Pjesa e komunikimit, diplomacia publike, ajo çfarë duket, midis qeverisë së Bashkuara të Amerikës, Departamentit të Shtetit dhe kryetarit të Partisë Demokratike mungon. Por kjo nuk do të thotë që Partia Demokratike vetë si parti demokratike, si institucion opozitës, jashtë kryetarit, është e bllokuar. Dhe këto që po të them unë, Gazbardi mund të jetë çfarë të dushti, po kur shkon dhe bën vizitë zyrtare në emër të partisë. Kjo ministra e jashtme mund të shajë, mund të tallë, mund ta lëvdoj, mund të bëjë çfarë dush, po kur shkon në vizitë zyrtare, shkon vizitë zyrtare në emër të qeverisë. Dhe ti nuk mund të thuash që kryetari i grupit parlamentar, Gazbardi pas ka shku Gazbardi. Çka ka bë Gazbardi? Ka shku si përfaqësues i Partisë Demokratike, ka shku në shtëpi të bardhë dhe ka bërë ato takime. Po ti thua ishte sekret o zotri? Jo, nuk thash ishte sekret. Nuk thuan the. Nuk thash. Po çfarë janë këto që nuk thuan më? O zotri. Tash se sa do ta zgjasim këtë se tani Rolandi do me bë skupe, kupton? Kot më është një dëbo kotur. Nuk ka logjik të as muhabet tavolini jashtë studios nuk është mënyra se si Jo, nuk thash nuk thuhet. Nuk ka logjik në plan politik të komunikimit publik. Nuk thash që është sekret. Ajo që thash është të SBA-s me një subjekt politik. Pjesa e komunikimit publik është bërë sepse ka dalë në foto, në video dhe duke folë me ta Gazbardi. Se çfarë ka diskutu Gazbardi me ta, ka gjëra që ai mund t'i thotë, ka gjëra që s'mund t'i thotë, sepse pse janë kaq të fshehta? Po sepse në marrëdhënie me gjithçka është kërkuar mbase. Dhe nuk të pikë nuk besoj se ka ai takon numrin 2 të drejtësisë që është edhe prokurori i përgjithshëm dhe nuk bën një deklaratë që çfarë është thënë, nuk arrit ta kuptoj këtë. Jo, edhe ndodh që bën, edhe ndodh që s'bën, varet se si kanë rënë dakord me. Njihen këto gjëra në diplomaci. Sa dush edhe këtu kur vinë, edhe në kryeministri, vjen përfaqësuesi. Nuk është ministri jashtë, Andrea, si njihen këto në diplomaci. Po mbase ka kërkuar ashtu, është përfaqësues. Dhe është kjo sekret i madh. Nuk ka sekret i madh. Është çështje e asaj çfarë ata vendosin me bë publike dhe mos me bë publike. Nuk ka Që ka për debat? Kjo është arritja më e jashtëzakonshme e Partisë Demokratike në Shqipëri. Jo, nuk ka lidhje me arritje Avenir. Ti dakord, unë kuptoj atë bëj llogari, por jo nuk të thash. Ajo që thash unë ty që Partia nuk do të thotë më shumë mbase. Partia Demokratike, këtu desha me dal. Partia Demokratike, sigurisht që është ngërçi i non gratës. Nuk po ta mohon. Por kjo nuk do të thotë që në Bosnjës Dodiki ka rënë non grata janë dinamika më bu. Kur e dim ne se në këmbim të çfarë. Me Berishën ka një problem, me partinë nuk ka problem. Jo, nuk ka asnjë problem as me Berishën. Them dy fjalë dhe më pas të vijojmë. Unë dëroja shumë që mos ishte kështu, po. Të lutem, jo nuk është kështu dhe ta dëgjojmë vetëm dy fjalë dhe pastaj atëherë nga administrata e kaluar amerikane, si ishte publike, pati një sulm për të shkatruar Partinë Demokratike dhe për ta bërë Edi Ramën mbret. Se kur Rama vodhi zgjedhjet dhe vendi u bën narkoshtet, ata nuk thonin asnjë fjalë dhe goditën opozitën. Dhe goditja ndaj Zotit Berisha, që në atë kohë nuk ishte kryetar, ishte godit opozitën, për të izoluar opozitën. Korruptimi me Gonigal ishte për godit Zotin Basha dhe Zotin Berisha, se Zoti Basha ishte kryetar, dhe për të nështruar opozitën shqiptare. Ky ka qenë projekti. Ky projekt, Blinken u bë pjesë e tij, dhe dosja është bosh, dhe kanë deklaruar dhe tjerë, zyrtarë të lartë, që sot janë pjesë e kabinetit Trumpit, pjesë e kabinetit, kanë deklaruar që dosja është bosh. Tani, mbas ndryshimit të administratave, Blinken është non grata në të gjitha institucionet amerikane, nuk ka ndodhur kurrë që një sekretar shtetit tjetë non grata në ministrinë e tij, mos shkoj dot më, mos ketë informacion klasifikuar, mos ty dot në asnjë zyrë shtetërore. Pse
deklarohet si tillë. McGonigal është rihapur dosja, ka vlerësim për betejën që ka bërë PD-ja dhe Sali Berisha, se u bën ndaj Blinkenit dhe korrupsionit Sorosit për shkatru. Departamenti i Shtetit kanë deklaruar takime zyrtarët me përfaqësues tan. Vlerësim për betejën që është bërë. Është bërë betejë për të mbajtur gjallë opozitën, po e njëjta gjë ndodhi në Amerikë. Sa çështje ju hapën Trumpit para zgjedhjeve, 92 akuza penale. Ajo hoqë emrin nga fleta votimit, se ne e harrojmë. Ju hoqë emrin nga fleta votimit presidentit të Amerikës. Gjykata lart i ktheu emrin. Po e lëm atentati për ta